sonte mundet me qenë rrezik. Jem sot me 4 tetor. Vjesht 4 tetor, 5 tetor, do të thonë para 27 vjetë i bie që ka ndodhur betejë në Leti për vjelin e rrushit Koshkia, patën propaganduar gjoja inicial punëtor me vjelë rrushin, edhe i marrë fiket e UÇK-s, edhe aty ka pas luftime, tetor, pas një muje, tani Toni e Mici kanë rrë dëshmorë. Tetori ka lind djalë Micit, Ermoli ka lind Krushe, te doktor Faradin Hoti, kanë festu, edhe rania e tyre kushtu shumë zonën e Pashtrikut. Po shlakun që e kanë lënë ata nuk është kompenzuar nga askush, sa kanë ndodha masakra të mërshme, sepse një Gjelar Hajt ka vlet shumë. E sa ka vlet, do të me shku në krahësi që shkom qenë unë,